Ky popull është i smur, e po në qoftë se kjo është e vërtet, atëherë ne jetojmë në një vend ku njerëzit kanë kaq shumë frikë sa që thonë po është drejtimi i dur, se kanë hallë se mos i ndodh ndonjë gjë. E po kështu e të tëra llojet e mundësive, duke ja lënë natyrisht fajin popullit, përveç mundësisë që mbase populli, shumica ka drejt. Nuk e merrnin fare në konsiderat këtë si opsion, që shumica ka drejt. Dhe në ndërkohë, kur erdhëm këtu, unë çiftin këtu e kam njohur shumë kohë më parë, si ishit martuar akoma dhe kur kam njohur. Sigurisht ishit akoma duke u studiuar në distancë të afërt, po i kam njohur kur kam bërë për herë të parë eksperiencën e rafting, edhe s'nuk e dija as çfarë ishte. Edhe atëherë kishim filluar këtë gjë me pasion, me shpirtin e aventurës që do ky lloj pasioni, por sot janë komplet në një nivel tjetër, edhe jo vetëm nuk janë vetëm këta, po është një komunitet i tërë që bën këtë punë. Dhe po shikoja zhvillimet këtu në këtë kamping, që përfitoj nga rasti të u them të gjithëve që të kalojnë, se është vërtet shumë bukur. Dhe më thot Zamo, shiko se kur e ke nxjerr ti apo kush nuk e di, o vajza, nuk e di, kur nxjerr ti këto fotografit për aktivitetin tonë, na marrin e tjerë, tashmë po prandaj e bëj që ku të mundem, sa të mundem, që t'i bëj një farë reklame, po themi, gjërave të bukura që bëhen dhe që ndërtohen, se ndryshe, ma thoni ju mua, ku e merr vesh njeriu që këto gjëra bëhen? Ku? Si e merr vesh? Si e merr vesh një shqiptar që nuk është i kësaj fushë, se ata që janë kësaj fushë e marrin vesh. Po jo vetëm këtë gjë, po të gjitha gjë, si e merr vesh dikush në një qytet tjetër, ç'a ndodh te qyteti tjetër? Nga lajmet, harroje. Vetëm gjëra që të nxjerrin veten qefit, jo më vendin. Nga portalet, harroje. Nga gjithë ato që qarkullojnë nëpër, harroje. Sepse është një Shqipëri e tërë që jeton jashtë asaj kënete mediatike, që nuk gjen vend fare aty. Nuk i din njerëzit fare se çfarë ndodh. Dhe pastaj këta habiten, thonë, po mirë, çfarë shohin shqiptarët që mendojnë që Shqipëria po shkon drejtimin e dur. Është çudi e madhe. Edhe rezultati, populli është i smur. Dhe janë po këta që me demek shqetësohen kur them unë gjysma e burrave janë çurit. Që natyrisht ajo është një metaforë që lidhet me politikën, lidhet me vështrimin dhe kuptimin e politikës edhe të pikërisht të kësaj, drejtimit. Dhe i thonë populli shqiptar që smur. Edhe bëjnë moral pastaj. Po, prandaj ju kërkova ndjes, sepse mendoj që duhet ta thosha pasi vlen shumë për kontrastin e madh që ekziston midis Shqipërisë reale, Shqipërisë së njerëzve që përpiqen si gjithë ju që jeni këtu. Gjirokastra ishte, dini më mirë se sa unë, se juve keni jetuar aty, keni lindur, keni rritur aty dhe keni rezistuar aty. Ishte një vend ku mundësit për të qëndruar ishin sa kurtalma, sa gishtat e njërës dorë. Edhe komplet, domethënë, mbaheshin ato pak dyer hapur me sakrificat e atyre njerëzve që kishin, jo te turizmi, jo ku di unë, qoftë edhe këtu nëpërmet, me sakrifica, sepse sa njerëz mund vinin, ndalonin e trinin. Sa turist kishte. Pa llogaritur përmetin, që ishte komplet xhep falco i harruar, komplet i braktisur. Sot, të thuash 150.000 turist në përmet,
të duket normale dhe thua si do t'i shtojmë. Ndërkohë që në Gjirokastër kanë vajtur në 2024 600.000 turistë në Gjirokastër, mbrëm që tani s'ka ardhur akoma sezoni, ishim atje edhe qava pazarit ishe plot me turistë huaj. Pa ata të gjithë janë konsumatorë, se ata paguajnë, sjellin para që e lën aty. S'kishim agroturizëm, nuk ekzistonte si koncept agroturizmi. Dhe shumë njerëz në pika të mrekullueshme realisht vuanin për një gjë më shumë se sa buka, se buka e gojës, nuk buka e gojës tu ka qenë e garantuar që në kohën e Skënderbeut, kur i thon fjalës, por për atë gjën pak më shumë. S'kishin. Nuk bënte sens dhe nuk bën sens që të merreshin me bujqësi aq shumë të shkëputur nga tregu, nga rrugët e tjera. Dhe agroturizmi ka kthyer komplet lojën për të gjithë ata që e kuptojnë se sa e thjesht është nëse ti ke pasionin edhe ke vullnetin për ta bërë. Duke hapur derën në majt malit, ti sjell tregun tek dera jote. Dhe nuk ke nevojë të prodhosh ti për tregun bujqësor, po prodhon për agroturizmin tënd. Pastaj lidhjet e infrastrukturës që janë bërë në gjithë të vite, nuk është problemi thjesht kilometra, por është rikonceptuar komplet mënyra se si investohet në rrugë për të sjell nëpërmjet të rrugës mundësira dhe për të marrë mbrapsht ekonomi, duke ndihmuar fermerët, bujqit, duke ndihmuar të gjithë ata që bëjnë aktivitete e tjera. Dhe ne do vazhdojmë këtë. Ka akoma një potencial të jashtëzakonshëm për të zhvilluar. Por duke u kthyer tek Europa, unë duhet t'ja u them, ta ndaj me ju këtë gjë, se shumë e rëndësishme. Ndërkohë që ata thoshin ja tani nuk ka qa thot Rama më, ka mbaruar, nuk ka qa thot më, se qa do thot. S'ka qa thot dhe ka nxjerrë tani këtë lojën me pasaport. E kuptoni me, është ndërkohë që jo që ne kemi qa themi dhe nëse fillojmë themi qa kemi bërë, mund të rrim 10 ditë duke thënë edhe s'mbaron. Por kjo e pasaportës. Kjo është diçka e jashtëzakonshme për shumë arsye, por duke u kthyer tek pse jemi ne këtu dhe tek pse merreni ju. Po të parafiturosh vetëm një gjë, nuk se ka shumë, po një gjë vetëm, që unë e përsëris, se duhet ta dëgjojnë dhe t'i fiksohet gjithë. Ne mundësit për të mbështetur i kemi rritur, edhe kemi mbështetur etj. Por tani rriten edhe kërkesat për mbështetje, sepse njerëzit e shohin e kuptojnë që funksionon. Kështu që kërkesat për të marrë mbështetje për agroturizm, për shembull, janë shumë të mëdha se ç'ishin. Që do thotë duhet shumë më tepër mundësi financiare për të mbështetur. Dhe përveç instrumenteve që ne kemi krijuar, duke filluar nga 250 milion euro linjë financimi e Bankës Shqipërisë, që është atje për të gjithë ata që duan të investojnë në fshat, qoftë agroturizëm, qoftë agropërpunim, se këtu ka edhe bërthama të mira agropërpunimi, mund ta marrin me garancinë e shtetit, 70% kolateralit e garanton qeveria, me një kredi që është nën 3%. Që është një kredi arsyeshme. Ama kur vjen puna e pasaporta, keni parasysh që ne kemi mbështetur bujqësinë edhe kemi mbështetur pikërisht agropërpunim, agrobiznes, edhe me fondet Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian ne na ka dhënë në total në gjithë këto vite na ka krijuar një mundësi mbështetje më pak, shumë më pak se 200 milion euro.
gjithë të vite. Aty hyn edhe artizanati, të tëra. Në momentin kur ne marrim pasaportën, do të thonë që jemi antarë të Bashkimit Evropian, Shqipëria. Si antare e Bashkimit Evropian Shqipëria, 300 milion euro i merr në vit për të mbështetur pikërisht fshatin, agropërpunimin, agrobiznes. E kuptoni çfarë ndryshim? 300 në vit. Në totalin e vet, mbështetja që kemi pasur gjatë gjithë këtyre viteve e materializuar, se s'po flasim për ato që janë të planifikuar, po flas për të materializuar 1 miliard e diçka. 1 miliard e diçka euro. Me antarësimin, 1 miliard e diçka euro do i marrë Shqipëria çdo vit. Po të kesh 1 miliard e diçka euro çdo vit mbështetje ekstra, dhe mos harroni dhe gjë, ai 1 miliard që e diçka që kemi marrë deri tani, 90% është kredi. E but, po kredi, është borxh. Ai që do të marrim si antar të BE-s është 9% para e dhënë për vendin, grant, do me thënë e falur. Pse? Sepse është para brenda familjes europiane. Ajo familje ka i buxhet, që nuk është buxheti i çdo vendi antar në shtëpinë e vet, po është buxheti i familjes përbashkët, i fisit, po themi, të Europës. Dhe fisi, aty ka një ark që është shpërndan sipas nevojave të vendeve. Dhe ata që janë më të mëdhenj, më të zhvilluarit, më të fortët, ata i japin më shumë se sa marrin nga ajo ark, por kanë tjera interesa që e duan familjen e bashkë. Se është tregu e tjera. Ndërkohë që ata që janë më të vegjël si ne, ata marrin më shumë se sa japin, dhe pastaj kur forcohen e zhvillohen e tjera, fillojnë dhe ata pastaj japin. Pra, e kuptoni se për çfarë flitet? Është i kapërcim historik, epokal për Shqipërinë. Dhe është e dera. Tani si mund të minimizohen këto gjëra dhe banalizohen, edhe të thuhet që populli shqiptar është i smur. Se nuk e kupton. Çfarë duhet kuptojë populli shqiptar? Që duhet kthehet mbrapa. Dhe shqyr Zotit që e kam thënë 1000 herë, por në këtë periudhë e ndjej dhe e kuptoj shumë më thellë të gjë, shqyr Zotit që pikërisht që shqiptarët janë të rrahur me vaj me uthull, dhe kur vjen puna për politikë nuk ja hoqen i shkop, edhe t'japin ujë mbi shlugës. Shqyr, dhe kjo është arsyeja pse ata në për ato moçale që dalin për natë atje çmendin çakërdisit në janë, nuk kanë asnjë efekt për njerëzit. Nuk ndryshojnë njerëzit mendje as për të shkuar, më falni, për nevojat e brendshme me fjalën e tyre. Kështu që kjo është gjë pozitive. Dhe për sa i përket pastaj të ardhmes, të nesërmes, unë jam shumë optimist, realisht, jo thjesht për këtë të Bashkimit Evropian, por për mënyrën se si ka marrë ekonomia, dhe juve ndjeni të gjithë, e shifni të gjithë se jetonim me këtë gjë. Ne duam të bëjmë, dhe këto ditë do ta nxjerrim pak më të detajuar, mbase e keni dëgjuar, duam të bëjmë një paqe fiskale, quhet. Është një instrument që e kanë përdorur vendet dhe përdoret që në kohën e Romës vjetër, llogaritë. Që ka dhe emër të bukur në latinisht. Dhe është paqe fiskale negociuar me biznesin. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që një ndër elementet që për bizneset që janë me tatim fitimi, se ne deri në 140.000 euro xhiro i kemi pa tatim fitimi, kemi 0. Por një pjesë janë me tatim fitimi, do të mund të negociojnë me qeverinë që me prapakthim në 5 vite
të deklarojnë, e para njëherë të negociojnë që të ardhurat e vitit në vijim do jenë kaq dhe llogaria do bëhet vetëm me rritjen ekonomike, bazuar në rritjen normale të tyre vit pas viti. Pra është një shifër që merren vesh dy palët, do jenë kaq edhe për këto të ardhur do paguhet ajo taksa 15%. Por ata me prapakthim mund të kthehen në 5 vite dhe të deklarojnë para më shumë nga ato që nuk kanë deklaruar ose llogarit kanë dalë ndryshe etj. Dhe për çdo para më shumë që deklarojnë mbi normën e 140.000 të paguajnë vetëm 5% tatim. Tani këtu kemi një element që nuk është eksakt, por lidhet me këtë. Vetë deklarimi që ju kemi dhënë hoteleve dhe gjithë strukturave akomoduese në Shqipëri. Çfarë kemi bërë? Dhe cili është përfitimi i asaj paqes? Është që të gjithë elementet e paqes shoqërohen me një gjë, kush e pranon paqen, merr në shkëmbim që nuk ka më kontrolle të asnjë lloji natyre, nuk kanë më të drejtë inspektorët të shkojnë. Ai lokal, ai biznes do ketë një stamp, do ketë një shenjë që është në sistemin e paqes fiskale. Dhe aty nuk hyn dot njeri për të bërë kontrolle etj. Gjëja e strukturave akomoduese që mund t'ju interesojë, sepse është dhe për ata që janë nën këtë, është që kemi informalitet, miqtë e mi, në deklarimin e shtretërve. Tani ne nuk duam të rrisim presionin me inspektore, me kontrole, që sjellin edhe hallet tjera dhe ju e dini shumë mirë dhe ato hallet ne na vënë pozitë shumë vështirë. Por i kemi dhënë një mundësi të një vetë deklarimi përpara. Një vetë deklarim përpara, i cili është 60% në periudhën e pikut, që në fakt në periudhën e pikut shkojnë 95 edhe 100% strukturat akomoduese, të paguajnë vetëm për 60%, dhe pastaj është 30% në gjithë periudhën tjetër. Dhe në momentin kur ata bëjnë marrëveshje, s'kan më asnjë problem kontrolli me tatimet, asgjë. Lajmi i mirë është që deri tani në pak ditë që është shpallur iniciativa që ka hyrë në fuqi, janë 600 subjekte që kanë aplikuar dhe janë të gatshëm ta nënshkruajnë këtë marrëveshje me qeverinë, dhe kjo është shumë pozitive për ta, është pozitive për ne, sepse unë jam shumë i vetëdijshëm që ne kemi krijojmë probleme me inspektimet. Pra nuk bëjmë vetëm inspektime. Edhe ata që bëjnë vetëm inspektime nuk janë korrekt edhe në mënyrën si bëjo të vinë atje, edhe kur ti ke njerëz atje që je duke u marrë me miq që ke klientët, të vjen dhe ai tani hajde letra dil këtu, tavolina veçantë, pastaj fillojnë jo m'jep dhe një akullore, po m'jep dhe një. Këto barojnë. Ashtu e kanë pse. Dhe non barojnë. Por gjëja që pastaj është tani në proces, ju e dini që ne kemi bërë fiskalizimin. Fiskalizimi na ka dhënë rezultat, por ka akoma probleme, sepse aty ku vjet rregulli, shqiptari është i pari që gjen hile, dhe tani ne me inteligjencën artificiale po krijojmë modelin që të vëmë të kemi një sistem inspektimi pa njerëz, që tjetë një nëpërmjet transaksioneve që janë 24 orë dhe nëpërmjet volumeve të çdo biznesi. Ky sistem pa njerëz, por që është një inspektor me inteligjencë artificiale, një kompjuter, jep të dhëna në kohë reale për të gjitha rastet kur ai konsideron që ka devijim nga normaliteti.
Dhe kjo pastaj do të jetë gjëja që do të na japi të dyja palëve një qetësi përfundimtare. Kush është në rregull dhe nuk ka më nevojë fare as ta shikoj gjëkundi shtetin, të shkoj në asnjë derë. Thjesht i vjen ajo, ashtu si kundër do të ndodhi edhe me qarkullimin, që me programin që kemi filluar dhe me qendrën e monitorimit të trafikut nuk do kesh më kontrole, s'do kenë më policë në rrugë, sepse rrugët do jenë të gjitha të monitoruara me kamera inteligjente, edhe madje kur të mbarojë gjithë projekti, je duke ecur me shpejtësi, të vjen në telefon direkt gjoba dhe të vjen me portretin tënd që je duke qeshur që po ecën shpejt. Edhe të thot kaq e ke gjobën, edhe ule shpejtësinë se nuk është mirë për ty. Edhe nuk ke si diskuton fare se je vetë aty. Por është e lezetshme se nuk do të dali dikush nga ferra thot ndalo pak të shoh një çik se më duket sikur po ecje shpejt. Janë një sër gjërash që besoj do të na çojnë edhe më përpara dhe do krijojnë kushte edhe më të mira për nga pikpamja psikologjike për biznesin, që të mos ketë asnjë, që të ketë shumë më pak shqetësime të natyrës, kontrolle, burokracira, letra, jo paraqitu, jo diltu, jo ndalo, jo më trego dokumentin, jo prit shoh pak fytyrën, do të gjitha këto do t'i eliminojmë. Këto ishin pak a shumë gjërat që kur them unë që gratë urdhërojnë, thonë që po çka ke me burrat. Unë s'kam gjë me burrat, thjesht gratë urdhërojnë dhe lum burrat që e kuptojnë këtë gjë dhe e pranojnë. Ata që s'duan ta pranojnë e kanë më keq, se edhe urdhërohen, edhe stresohen. Më mirë, urdhëro, çfarë duhet të them? Thuaj vetë. Po edhe papa përpara jo më larg se një javë tha kur komandojnë gratë gjërat ecin mirë. E tha papa, jo unë. Por më është ndoshta mirë që ta kujtojmë edhe planet e reja që kemi në investimet dhe infrastrukturë që kemi në qarkun e Gjirokastrës, sepse 99% në mos të tërë janë përfaqësues të sipërmarrjeve që bëhen dhe në zonat vështira. Dhe praktikisht rruga Ballaban-Berat mbyllet brenda vitit 2025. Edhe kjo është një ndër akset e kërkuara për kaq shumë kohësh, jo vetëm nga banorët, por do të lidhi Gjirokastrën me Beratin, dy qytetet e UNESCO-s. Gjithashtu rruga e Vjosës, më pëlqen shumë emri që kolegja ime Balluku ka zgjedhur për rrugën që do të na lidhi me Leskovik, Çarshov, Përmet, Tepelen. Dhe është vërtet rruga e Vjosës, e cila plotësohet krejt për turizmin kryesisht, do të fillojë po kështu brenda vitit ura e re përpara se sa të futemi në Tepelen, drejt në Dragot, duke shmangur urën e Leklit dhe urën e Dragotit dhe shkurton me 40 minuta rrugën nga hyrja e Tepelenës drejt në Përmet. Është një aks që praktikisht dhe Tiranën e afron me 2 orë, ndërkohë që duhet 3 orë për ta bërë. Dhe një unaz që është shumë e bukur, që është unaza e Çajupit, e cila praktikisht do të lidhi gjithë fshatat e Zagorisë nga njëra anë dhe të Pagonit nga ana tjetër. Është një zonë me potencial të jashtëzakonshëm. Nuk do të hymë në shtigjet, Kristina Kuti vazhdon çon turistët me kuaj çdo ditë. Ato do vazhdojnë të jenë tegra se prandaj ata vinë këtu, por do të krijojë një mundësi të rishfillimi dhe vetëm nga fakti që e kemi bërë të ditur këtë projekt, kanë filluar interesi i zagoritëve që jetojnë në Tiranë për të kthyer shtëpitë e tyre në Bujtina, në Zagori, ku terreni është i vështirë. Këto ishin vetëm për të përmendur pak nga projektet infrastrukturore, një pjesë ka nisur, një pjesë mbyllen këtë vit dhe pjesa tjetër është e gjitha e buxhetuar dhe e planifikuar për mandatin e 4.